Ky episod u mundësua nga Smile.al, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Melia Durrës, Tumo. Fluturoi dhe një vit, unë nuk e di se si, por më duhet ta them që personalisht, por dhe profesionalisht ka qenë një vit i bekuar. Tani, në fund të çdo viti, unë dua që të kem një të ftuar disi më special. Më duhej një yll për ta vendosur në pemën e podcasteve të këtij viti dhe e gjeta edhe si mbiemër edhe si emër. Yll Limani, mirë se erdhe në Zë me Mirën podcast. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën, shumë kënaqësi dhe shumë i lumtur që jam përballë jush sot. Përballë teje, po drejt una pak më jo formalisht, se shumë më çove lart. Jo, e meriton me çu lart, po për me i thy këto barrierat formale të komunikimit, për drejt una me te. Shumë faleminderit. Ti më kujton që për çdo gjë ka një kohë. Para 2 vitesh, ne kemi thirrëm sot ose nesër kemi një 4 vjet për këtë podcast. Se është titulli i albumit tënd të ri të erës tënde të re për cilën dua të flas. Po në ato fillime mendoja, Yll Limani nuk më njeh mua. Më duket mua sikur industria juaj, këngëtarët nuk kanë ardhur tek unë. Kam gabuar, sepse dhe në përpjekjet e mia për të bindur çdo vit që të merrja në dhjetor, sepse doja një romantik si Yll Limani, nuk po kisha shumë sukses. Para 2 vitesh ti bëre një këngë, bëre disa këngë dhe i dhe në dhjetor. Dhjetor, po, albumit tjetër. Edhe me që sot të kam kështu si revenge, si hakmarrje, ndaj... Atëherë serdha, jo ndaj teje, ndaj kohës, ndaj situatave, dhe më erdhi aq keq në shtëpi që unë nuk e kisha patur atë podcastin që doja, që kisha planifikuar. Po, përshë, që tash e kemi, dhe ja ku jemi në një dhjetor tjetër, me një album tjetër. Ka gjithmonë një ditë tjetër, ka gjithmonë një dhjetor tjetër, edhe një herë tjetër. Unë dua ta nis në fakt me vendimet se si i marrim. Ti ke qenë kështu gjithmonë që i mat hapat e tu? Je njëri që nuk nxitohesh? Sa i përket intervistave, po du mu tregu shumë i sinqert, nuk ka ndaj farë agjende mbrapa, nuk ka ndaj farë tendence për me rujt misteriozitetin. Është veç thjesht më shkon vetja shumë nerva kur flas. Do me thonë, më lëshu klipet mia, kom i këshyr me ëndje, kom u krenu me veten, po nëse më dalë në një TikTok ose në një Reels të fol, do me thonë agravohem. Nuk e di pse më shkon vetja nerva kur flas. Kështu që kjo është sa i përket dëshirave për intervista. Ndërsa ajo njeri që i mati ose i kalkuloj hapat që i hedh, kushdo që ulet përballë teje këtu dhe të thotë që po, është të rajt. Unë më me thonë po, edhe më kishim besu krejt se në fytyrat publike dalim çdo paraqitje na të kurum, çdo fotografi e kena të mendume, po kisha rajt nëse të kisha thonë që po. Ka ditë që i mas, ka ditë që i kalkuloj, po shumicën e kohës dyqysh veç eci. Ka njerë do përgjigje i gjenë rrugës. Nuk mendoj që gabimi më i madh e bëj nëse sot them që duhesh me i matë dhe me i mendu mirë hapat që i hedh në jetë, sepse s'është e vërtet. Na e arrit me një farë ideje që krejt senet du të mi pasë në vi deri me një morë saktume, dush me di çka kime bu sot, çka kime bu nesër, e s'është e vërtet. Dikush e gjen veten me 15 vjet, dikush me 30, dikush e gjen profesionin që don me bu, e ka beku zotin me talent muzikës, në sport edhe ka shumë qarë që ka me bu. Dikush nuk e ka, kështu që kushdo që është e këshyr këtë podcast dhe këtë intervist, le ta din që secili njeri e ka kohën e vetë, edhe s'ka lidhje ka njerë çfarë hapa bën mjafton është mos me nal ecjen përpara. Më ke kënaq me këtë përgjigje. Apo fole mirë. Po flet aq mirë. E çto dur ta jam të i marrë mirë, s'po jam i marrë dur çështë. Po flet aq bukur si në tekstet e këngëve tua, rrisi dush. Çto po rri. Rato. Po rato. Mbështetu te kërpuda. Rato. Në fakt më pëlqeu, e di pse Ylli, sepse njerëzit që kalkulohen, unë i pëlqej, po dhe vrejan. Por nuk i kam zili dhe nuk e dua jetën e njerëzve që kalkulojnë gjithçka.
jeta aty e ka lezetin dhe bukurinë, tek e papritura, tek e pakontrolluara, tek e frikshmja, se ndryshe nuk do jetonim dhe nuk do kishim guxim. Unë i kam dëgjuar të 14 këngët e reja të albumit. 2 si pas ke dëgju, se 16 janë. Atere, po, më fal. Kam dëgjuar 14. Me sa duket kam mbritur deri te 14-a në ditën e parë që ti i postove dhe u futa dhe i dëgjova të gjitha me radhë. Më mjaftojnë dhe 14 për të patur një ide. 5 mjaftojnë, 16 shumë jam, po qa me bo? Shumë ke bërë, shumë mirë. Qashto kom pas shave. Unë e gjeta qas vetën perspektivën e dëgjuesit, dikujt që don muzikën tam. Nëse një artist që unë du i kish qit 16 këngë të reja, unë isha gëzu shumë, kështu që e kom menu në qatë perspektiv. Për sa kohë i ke krijuar këto 16 këngë? Këto janë krizat emocionale, ngritjet, zbritjet e 2 vjetëve të fundit. Domethënë kur ka përfundu albumi i kalum, çdo këngë e albumit që dëgjoni tash është u kriju gjatë këtyne 2 vjetëve. Normalisht puna më intensive për me përtheku krejt u bën 2-3 muajt e fundit. Po ka në fakt edhe këngë që janë nis para 10 vjetëve dhe s'ka ndalë kurrë se kanë pa dritën e dillit me sy deri tash, për shembull kënga Ajër. Unë mendoj që ky album të paktën tek unë erdhi si një yll i ri. Okay. Jo se nuk ka yllin e vjetër, yllin me cilin jemi mësuar, është ajo romantikja, janë ato refrenet e tua. Po unë ndjeva një ajër internacional, një ajër ndërkombëtar. Ndoshta jam duke uruar ashtu, do më pëlqente shumë, sepse kur dëgjoja Yll Limanin dhe kishte momente, të paktën rruga, era, që më ngjanin me më vinin pak një Harry Styles, version shqiptar dhe u gëzova. Dhe unë ta uroj me zemër, sepse ne kemi patur vajza që ja kanë dalë, kemi një Dua, kemi një Rita, kemi një Pepe, kemi dhe, mund të kenë dhe emra tjerë, po unë po rrit e këto që kujtoj, po sigur janë qenë më shumë vajza, do më pëlqente që një djalë shqiptar të bëhet ndërkombëtar. Edhe mu më kish pëlqy shumë. A është kjo ajo që keti ambicie me këtë album? Nuk e mendoj qaq larg, nuk i hi fellit qaq shumë, po nëse ndodhe dhe nëse vjan rrugës është mos e mirë sa ardhur dyqysh. Këtë albumi u bo si tribut i muzikës me cilën jom rrit. Do me thonë, sikur muzika shqip, pop folk, sikur pop rocku i grupeve të vjetra, po edhe 3 Doors Down, I'm here without you. Në këngë që muzikë me cilën jom rrit, jom mënu me rimishëru në këtë album, sepse pse jo, dyqysh pse mës me pru edhe qatë frymën asaj kohë tash në korat moderne. Why not? Mi bashku 2 botët. Po, dhe ti nuk je thjesht romantik në këtë album, ti ke tekste sociale aty brenda. Ti ke reflektime, pra në krizat e tua emocionale, për shembull, rruga. Rruga është pika më e thellë e albumit, është shpesh në jetë e eksternalizojnë fajin. Do me thonë, gjithmonë nëse nuk na ecë diçka, gjithë kena tendencë me avlon fajin rrethonave të jashtme. Unë sa më shumë po rritna, sa më shumë po pjekna, pe kuptoj që çka nuk e ki dorë janë tërmetet, aksidentet, fatkeqësitë natyrore, smundjet e rënda. Po gjithçka tjetër që ka ndodh në jetën tonë je bashkautor, je tu e shkru vetë me 2 durët e tua. Kështu që ndodh gjatë jetës, nuk më ka ndodhur vetëm mua, po besoj ju ka ndodhur edhe juve dhe krejt njerëzve që po dëgjojnë këtë podcast që sa më shumë mundohesh me i ik ndoshta disa mënyrave ose saneve të këqija që ka i ke pa të urrit të ndodhur rreth teje, shpesh përfundon në njëjtën situatë si njëjti personazh i keq, po them thojza. Edhe viteve të fundit kam fillu me u pjek në qatë departament edhe me kuptu që situatat që pitërheke, që cilat nështë edhe s'pëm pëlqejnë, janë veç si ripërsëritje modeleve që i kom pa të urrit, edhe gjithmonë ka rrugë tjetër, mund është me bo rrugën tane, mund është me bo një rrugë tre ku thjesht i ik, thojnë anë në Kosovë të ithtit, do më thonë i ik situatave që të bojnë më një ma pak, ose situatave që të bojnë më një të palumtët. Mund është me bo rrugën tane, s'ki që ka njek as rrugën e babës, as nanës, as dinamikave familjare që ke pa të rritë, mund është me bo rrugën tane. Fëmijëria ne na rrit përgjithmonë, e kam shkruar diku tek libri im. Ti nuk besoj që ke patur kohë të lexosh. Do ta lexoj dhe kam filluar, të lutem. Mos, po, please.
Se që bën hulumtim për mu, bëj edhe në hulumtim pak Okej. për ty edhe për intervistën si do të zhvillohet. Okej, më vjen mirë. Dhe është një gjë cilën e besoj gjithnjëherë më shumë që ne formohemi, nuk e thon vetëm psikoterapistët edhe të tjerë, por në fakt njeriu formohet shumë në fëmërinë e tij. Dhe ne e marrim me vete si një valixhe atë. E vërtet. Dhe duket sikur ti e kthyer tek fëmijëria. Po me që për të mos bërë shumë filozofi dhe për të folur tamam si në podcast, si ka qenë fëmijëria jote? E parë me syt e pjekur tani, të maturuar. Kur më thu fëmijëria, domethënë nëse më sheli syt, imazhi i parë që më del është motra em, Hana, që e kom fëmijëria em është me Hanën. Do nuk kena shumë diferencë të mosh, ajo është pak më e madhe, po çdo kujtim i fëmijërisë i mirë lidhet me ta. Kena ngu shumë muzikë bashk, kena knu bashk, kena këcy bashk, jena rrej. Patjetër. Jena për la, po kur më thu fëmijëria është lagja vjetër ku jena rrit, janë këto MP3-shat që kanë qenë si format USB-ave të vogla, edhe këngë që kena ngu atëherë edhe që ato ëndrat e mia që i thesh atëherë motrës tem që një ditë edhe unë me knu edhe ti kemi ngu këngët e mia qështu. Po në aspekte tjera, fëmijëria em ka qenë si fëmijëria çdo triu tjetër, si në Kosovë, si në Shqipni. Mendoj që për mes për para njetë edhe për me ju ik cikleve kështu të këqija në cilat përfundojmë, është shumë shtirë, po është shumë mirë, nëse kthehesh edhe analizon fëmijërinë çysh je rrit. Edhe isha prindët e tu ja u hek titullin epitetin babë dhe nanë, edhe isha për njerëz të mirë që ju kanë, për gabimet që i kanë bo, pse qa që kanë ditë, qa që kanë mujtë, qa që kanë dashtë, edhe kësisoje e shnosh pak qatë fëmijën e tanë. E shëron. Edhe e ri prindëran, po edhe i thu që qka dhe që të ka ndodhë, mirë se kesh nuk u kanë fajet, edhe më nësh ma mirë. Prindrit tanë, përpara se sa të jenë prindër, janë njerëz që i përkasin jetës së tyre dhe traumave dhe problemeve të tyre dhe gëzimeve të tyre. Dhe ne kur rritemi e kuptojmë këtë, sigurisht që të gjithë. Të paktën kështu dua unë të shpresoj. Po, çfarë është diçka që do kishe dashur ti sot kur e shikon me syrin tënd, të mos e kishin bërë ata? Ose diçka që do doje ti ta kishin bërë ata për ty? Këtë mësem tepër të shtrajt, tepër të dhëmshëm edhe tepër të madhe kom marrë në vitin 2020, që është viti që konsideroj që më ka transformu si njeri kështu një herë për gjithmonë. Prindët e mi kanë qenë shumë të mirë, po s'kam ju pëlqy që po thëmë, po s'po më interesan, kanë qenë shumë më të mirë sa që duhet. Jonë zvoglu, jonë gjithë të kanë mësu me ullë pak kryt, me alëshu rrugën dikujt tjetër, me qenë shumë kuptues, me qenë fals. Do me thonë, mu ka dukë që kudo që janë ullë kanë kërku falje më spëndzojnë shumë banë. Do me thonë, babi njëjtë është bo si urë për familjen e vetë, njëjtë mami për familjen e babit edhe për familjen e vetë. Edhe kjo në përshtypje të parë, kushdo që e njën thëtë sa mirë, qëfar prind mirë, qëfar njerës mirë, po që ndodhë është sikur ortek. Sepse ti rritesh edhe e shef veten, që po shumë në 2020, me një trup që së më pëlqejke, me një lidhje që së më pëlqejke, me një raport pune që së më pëlqejke. Edhe rrisha, edhe nuk e disha pse. Edhe unë isha në faj, edhe ka pak si marrë që po lypi ma shumë, ose që po du ma shumë. E këne isha rrit ndryshe, isha rrit me një modelin që mirë është, adhen mirë jenë, s'ka lidhje dhe nëse si e prioritet. Të paktën e ki qëta, të paktën e ki qëta, edhe kur i lidha pikat, ke shumë që thujnë zemra më thy, sepse dojsha ma shumë. E heka atë marrën që po du ma shumë, e heka atë fajin që mja pranu vetës që meritoj ma shumë, se nëse e ki parasysh gjeneratat paktën e prindve, brezi i prindërve të mi, nuk është brezi i ëndrave të parealizume. Kam bërë shumë kompromise, jam Kam pajtuar bërë shumë kompromise në jetë, e çka ndodh në një demokraci me një shtet lirë këtë i ki drejt me lypë çka të ta kanë, ti jetë usil ka pak si ata. Do më thonë nuk jeto e marë çka po ki qef, po të një është më faj nëse e thu.
Kështu që në 2020-ën e kuptova që në librin e dikujt, të gjithë keme met personazh i keq nëse ishe njësru si personazh i keq. Kështu që dosh me bo që ka të bjen ty mas mire. I shamje, si najte, si s'najte. Si i dashte, si dashte, ti je në Disa do na duan, disa s'do na duan, asnjëherë çfarë do të bëjmë ne. A bën me bo çka ti për ki qef, edhe a bën me e artikulu me zot në alt që je i pak nashën që të pik edhe që pëdën ma shumë. Sa vjeç ishe në 2020-ën ti? 2020-ën para 5 vitesh isha 24, 25 vjeç ashtu po. Po ma nej... Si e kuptove ti që pate, si u ndriçove, se më pëlqen se t'ka ardhur shpejt ndriçimi, se mund të ndodhi dhe 40 vjeç kjo. Qëra, lodhësh... Ke që në kohë? Jo, lodhësh, qa filloj më ndodhësh që ja nise një farë fjalimi që kisha si të përgaditën kër ja thësha njerëzve nuk më bënd kja as mu. Që i bjanë kër më thëshe njerëz, okej, pse jenë që situatë që s'po të pëlqen, thësha se kjo ka faj, se kjo ka faj, se kështu. E tu e thonë, tu e përsërit, së më bënd kja, së më funditës kërkush nuk të ka faj. Do më thonë, ti vetë ke përfundu që atë, ti vetë ke thonë po, ti vetë ke najtë. Kështu që fillova me këthy ka vetja. Edhe pyetja që apo ta bo vetës atë kohë është, që shkena përfundu qëto. Se kur s'ki, që shme thonë, u kanë si krizë e identitetit, klishet t'inglan me thonë, po kur ti s'ki koncerte, si në rrugë, si në studio, si në gjirime, nuk kish përqëndrime, ti janë iska pak qmendësh. Se kush jeti kur s'kënan, kush jeti kur bota nalët, edhe në tavlin me shëshnin t'anë, ti s'ki kur farloj identiteti tjetër përveç atij të këngëtarit. Riktu. Unë nuk ti kam nisur, ti nuk i ke lexuar pyetjet, ja kam nisur Bonartit, po ti nuk i ke lexuar pyetjet e mia. Dhe një nga pyetjet që unë kisha shumë dëshirë të ta drejtoj aty Limani ishte, çfarë je ti, kush je ti kur nuk je duke kënduar dhe kur askush nuk të sheh? Po, dhe ti e paske bërë këtë dialog, këtë monolog në 2020-ën, interesant. Se kur jenë shoqni me tavolinë me shoqnin tonë dhe ta bojnë ha e te, s'ki koncert, s'ki gjirem, nuk ka një projekt të radhës që kemi nxjerrë se bota është nalë, njerëz ndryshin jetë, edhe ishtë tragjike situata. Edhe ti fillon me bo pyetje vetës, kush jam, kur s'knaj, çfarë njeri jam, çfarë vlera kam, çfarë standarde kam, ku janë kufejt e mi. Edhe në kretat katrahur, në kretat lëmsh, nuk e kom thonë kur publikisht pa ta shku veç vetë në Brezovic, me një hotel 3 ditë. Edhe një fletor edhe një laps me vete edhe... Se deri atë ku isha kam pyetën të e bo gabim. Qëta s'masha përgjigje. Pyetja ish, pse po ndodhin mu këto sene, pse nuk pe marrë qam ta kën, pse janë njerëzit kaq të poshtër, pse janë kështu, dhe përgjigja nuk vëke. Kur e buna pyetjen, pse ke përfundu qëto, në qëtë pikë jetës sonë, ku je që kaq i palumtër, ku e ki sakrifiku ketë rinin për qëta, që kur nalet bota ti mos me pas as mundësit as kushet me jetu normal. Edhe 3 ditë intenzive, shumë ballafaqime me veten, shumë ballafaqime me nej. Si të përgjigj Ylli? Ylli më përgjigj që dikun e ke mësu. E ke mësu që është okej, mos me lyp ma shumë, është okej me kërku falje për lëndimet që të shkaktojnë tjertë, edhe u ktheva te shtëpisë. Edhe pata bisedat gjata, disa të do thoja, a fole ti me ta? Po, fola me babën, fola me mamën, fola me motrën, fola me vllahun. Edhe për asaj dite jam, unë më neshëm njëri tjetër. Do me thonë, nuk kërkoj falje shpënina, e kërkoj vëmendjen edhe kohën që menoj që më takon, edhe i besoj ideve të mia, i besoj zonit tam, i besoj intuitës tam, edhe nëse e kam gabim, në qafë tamra, do më në fund ditës, unë ose e pësoj, ose e gëzoj. Kështu që, it's all on me. Unë përdu me konë qaj që e udheqi gjdo departament të jetës tamë si një. Ti e kapiteni i jetës tënde tani? Po. E drejton ti anijen? Jetës tamë, personale, anijen e jetës tënde private, personale. profesionale. Edhe profesionale. Edhe profesionale kemi bashkë kapiten, pa cilët s'mundet me jetë anija, po si s'kam qaf me folë për vetën e tretë, po pe përjashtaj vesh njerë. Si yll, jam shumë i vetëdijshëm për
çdo situatë në cilën jam, edhe çdo trigger që thonë, gjithçka që më ngasmon, që më bën muni rahat edhe çka s'm pëlqen, nalna e analizoj, e procesoj dhe mësoj. Mendoj që në 2020 nuk e qenë me Bonartin. Bonartin Me Bonartin jena rrit. Do më thonë, jena shok të fëmirisë për klasës 8-9. Edhe gjithë ka njëni për aty në shokëve që edhe e respekton, po edhe e dënë. Se ka njerëz, po më kam shumë shoqni, kam shumë shoqe që i du, po nështë asë si respektoj që ka bujnë me jetën e vetë edhe i thirrje, i shaje, i qërtoj. Bonarti ka pas të dyjat. Në 2020, kur u shkputa nga raporti punës që kisha me ish menaxhmentin në asë kohë, dilësha felsha me Bonartin për ofertat që më veshin, për situatën që unë isha, dhe dikur thash, po mas i flas me këto krejt, qëto tema dhe besoj mendimi ti, unë më në që Bonarti do të me qenë menaxheri jam. Më ka dhimt pak, fillim se kena ditë që kena me sakrifiku shoqnin, edhe raporti unë ka më bu kryesisht i punës, po i kena e pakt, kështu, vetës edhe njëri tjetrit që nëse është në të mirën e dyve profesionalisht edhe personalisht, ja vlen më sakrifiku shoqnia për punë. E keni sakrifikuar miqësinë? Më dukeni dhe miq? Jo, na jena shumë shok, po mas gjysore që jena tu qillit të najt, aje ka një ide për një diçka, ose unë kom e pyet diçka, dhe gjithë qysh muhabeti ka mu kthy te puna. Bile njerë kom shtimu një shumë keq, si vjetë për mdo këta, se di vitin e kalum, se kenë disa ditë edhe disa javë shumë intenzive që vish pun, thash, o vlla, thash, falem, thash, mëre ka pak si shok. Mirë ke bërë. Edhe unë i pak keq, tani kena dalë, kena shëtiti, na knaqë. Her pas herë, ftojnë njëri tjetrin për ndonjë kafe. Na shkojnë atë ditën palesën, na takojmë çdo ditë. Po 80% është punë. Do na ja nisëm me fol për gjanat tona dhe gjithë përfundojnë a e ki postu këtë fotografi, ka me dalë këtë TikTok, që qënë në fund ditës ka rezultu shumë i mirë dhe i sukses shumë për të ditë, po mungon ka pak shoqënia kështu me ta. Çfarë të ka mësuar suksesi ty yll? Çfarë po të mëson ditë për ditë? Që nuk është gjithçka, edhe mirë ata që vetës ja masin vlerën vesh me sukses, edhe s'me thamë për me t'inglu poet, po dyqysh jam të arnë përfundim që secili njeri në këtë jetë e ka një mision të vetën. Dikush e mrin përmes muzikës, dikush përmes gazetarisë, dikush përmes biznisit, dikush përmes politikës. Unë e shoh muzikën vetë si mjet, edhe suksesin që më vjen prej profesionit që e bëj, vetë si mjet që me asiguru vetës, familjes, njerëzve për rreth, mundësitë dhe rrethonat që nuk i kom pasun të urrit. Domethënë çaj është kështu the end goal. Normalisht çdo duar tërkitje, çdo sukses, gjithçka e mirë që ka vjen mund plotson, po nuk është gjithçka. Të kam parë të afërt me fansat e tu. Dhe nuk është e lehtë sepse suksesi vjen me famën, fama është një barr në fakt, sepse çdo lëvizje jotja është e vëzhguar, është e spionuar, në kuptimin ti nuk ke shumë jetë private. Dhe e kuptoj dhe këtë lloj stresi, sepse njeriu vërtet e do suksesin, po do donte që në të njëjtën kohë të ishte dhe i padukshëm për të bërë gjërat që do. E vërtet. Por unë të kam vënë re sa herë që vjen sidomos në verë, shoh besat e mia, shoh njerëz që të pëlqejnë, dhe të gjithë dhe më thonë që e kanë të gjithë një foto me ty. Dhe tani kur erdhëm këtu te piramida, gruaja e security të tha, vajza ime ka një foto me ty, dhe unë thash të gjithë e kanë një foto me Ylli Limanin. Kjo tregon shumë për ty, që ti nuk je i paprekshëm dhe që ti komunikon me njerëzit, edhe pse mund t'jesh në presion. Këtë gjë e bën se të buron natyrshëm Yll, apo se ti e di që edhe duhet bërë kjo gjë? Është pjesë e punës? Është pjesë e marrëveshjes. Dyqysh për vete, nëse i kalon kush do 24 orë me mu, e shaj që kam rutinën tam tepër të shajnë që është tepër personale. Do më thonë, mos thëmë që është ka pak edhe monotone edhe mërzitshme. Në ditët kur s'jam të marrë me muzikë. Do në qona, shkojmë palestër, te palestra ku ushtroj, në Seven Gym, aty u busi një farlej komuniteti njerëzve, që
nëse shkoj në orarin e paraditës, jena si një farloj shëshnije që aty e konsumoj kafen, cigaren, muhabetet, socializimin, mushna kështu me energji, nina ekstremisht njëri i thjesht, i zakonshëm se njerëz që më shohin që sa kohë, çdo ditë edhe nuk i lën më çat shumë përshtypje. Pastaj nëse kam punë sot shkoj, nëse kam kohë shkoj te familja, nëse kam ndaj diçka me bo temën, e bëjnë darkë, mramje, nëse rastisin njerëz që dojnë me bo fotografi, ose kanë qef me bo një video se një përshëndetje, e bëj, se janë qata njerëz që majnë dyqysh, edhe vinë qatë shumë të emocionum, edhe qatë të lumëtën që po të shohin, kështu që ku me di çfarë gajle në kry me pas, ta heken. Nuk bona arrogant, është e vërtet që na ftyrat publike të njëta na shkojnë të dash më bu të famshëm, tani të njëta gjysa jetës na shkojnë të dash më shef. Unë s'kam qef më shef. Nëse shkojmë plash, kam qef me bu plash ku ka njerëz. Edhe e di që për gjysore krejtve kam ju duk normale që jam që aty dhe secili kam e vazhdu nga galit e veta në shefin e vet. Nëse shkoj më angër buk, kam qef me shku më angër buk ku shobre njerëz, takoj njerëz diqysh. S'kam qef më shef. Jam shumë ma izolum, jam shumë ma privat, po nëse rastisin njerëz që pëlqejnë edhe adhurojnë muzikën tam, unë sillna që do të më sill shumë ka hije, si njëri normal. Më vjen mirë edhe është shumë e shëndetshme, ekskluzive në fakt është jetosh mes njerëzve. Unë edhe lagjen ku të luash ekskluzivin dhe VIP-in që unë edhe lagjen ku jetoj është sikur bashkësi, domethënë ka familje në apartamentet, është lagje private, po ka njerëz, edhe tash njerëz më thonë, pse shkove me jetu aty. Unë i them që në fillimet e suksesit dhe të famës, gjithë e këm paramenu një tokë dikën me marrë, edhe me marru një shtëpi ku jetoj veç vetë edhe ku nuk këm shqetëson edhe nuk këm trazon askush. Me pula, me... Nashta, po jo, nuk kam e konë ndash me nesër për fëmijët e mi, nesër për gruan tam, nuk mëj mi shti krejt njerëzit që kanë me jetu, me bashkëjetu me mu, me kanë te për t'izolum. Ku jeton ti tani? Unë jetoj në Marigona Hill. Me kë jeton? Jetoj vetëm. Jeton vetëm. Po. Okej. Familjen e kam larg 5 minuta me makinë. Okej. Ngat ka njerë më doket. Që është. Edhe shkoj lëvizi mes familjes edhe vetë. Okej. E ke ndërtuar atë shtëpinë sipas dëshirave të tua? Është shtëpia e ëndrave të tua apo? Është blerja e parë që e kam bo, kështu që është këgja ma modeste, tani bleret e tjera e kam bo. Ato janë shtëpijat që kam qef me jetu tani, që aty me kriju familje, që aty me murrit. Ku është shtëpia tjetër? Në lagjen e njëjtë, po. Atje? Që mi bojna shumë publicitet, po. Shumë mirë, bëj publicitet kuj të duash. E plejna. Me që dollëm pak ju afruam shtëpis, familjes, fëmijëve, po që të gjitha ishin në planet e sa ardhmes. Unë nuk di asgjë për jetën tënde private dhe në përgjithësi këtu nuk bën përjashtim ti dhe shumë kolegë apo kolege të tuat kanë një prirje për ta mbajtur të hekur dhe shumë të izoluar jetën private. Pse është kjo frikë? Çfarë ndodh nëse të tjerët apo fansat apo njerëzit që ju ndjekin i mësojnë historitë tuaja? I kemi pa me çfarë fature të madhe ju vjen ftyrave publike kur e ekspozojnë shumë jetën e tyre private. E kena pa çfarë kosto paguajnë njerëz që rrëfehen, domethënë publikisht për jetën e tyre dhe dinamikat. Jeta private është ndoshta sa një më i çmueshëm që mundet me gëzu një ftyrë publike në kulminacionin e suksesit vetë. Pa privatësi nuk ish pas edhe art dë bukur. Unë edhe vetë si natyrë jam shumë ma i marshëm, shumë ma i tërpshëm e full për jetën private. Dhe më thonë njerëz të mi për rreth e din, dinamika, dramat cilat i kaloj. Nuk më dasht kur me unë njoft, ose mu etiketu, ose mu lidh me naj emër kështu specifik. Edhe kushdo që vendos me bu publike është shumë fajn, po e kum pa qa heqen, do me thonë first hand, edhe sa ma private e mon, është qaq ma e shenjt edhe qaq ma pak ka njerëzit akses me energjinë e tyne, ose të mirë ose të keqe me ndiku. Personalisht në lëkur, tam e kom provu sa herë u fol diçka, ose ja ka nisi me dalë diçka, gjithu prish.
Kështu që e kam si besutni Okej. që me mbajt vesh për vete. Sa ma kohë po kalon, qash ma shumë pidu gjana që kanë kuptim, edhe që mesin jeta është qaq e shpejt, kurse kom besu që kom e thonë këtë përgjigje, jeta është qaq e shpejt, ka qaq dinamik prej ditës në ditë, edhe pendjej me kalimin e kohës që kom nevojë për diçka që është konstante. Edhe rreth cilës ndërtohet krejt ky mund, ky investim edhe kjo sakrificë. Koha është Qëllimi final është familja, nuk e kom ditë, po gradualisht edhe jom rrit me një ambient që e ka qatë frym, domethënë e shoh besën tam, kam që fillon me pas fëmijë si motra jam, domethënë. në dorë e ke, çfarë të pengon? Jo, edhe pak, jo. Lam të kënaqsh na veç edhe pak. Mos e këtu vjet kur Do kënaqesh njëkohësisht, paralelisht. Koha është e kufizuar yll, ne na duket sikur kemi kohë, po në fakt nuk kemi aq shumë kohë. Ka. Pse e mendon kështu? Se ju bën njerëz shumë presion kur ka kohë. Ka dale, hap pas hapi. Kur të mbarosh librin do të bëjmë bashkë një telefonat të gjatë. Okej. Po do të mbetet mes ne të dyve. Okej. Por më vjen mirë që je të paktën në rrugën e duhur. Pra ti po dëshiron që se ne prishi çka do të fole, më shumë veç ai spoile. Mirë është njerë. Me këmbë në tokë. Me këmbë tokë. Si je ti kur dashurohesh? Si te këngët e tua? Toksik. Aq i mirë? Jo, kam qenë shumë toksik. Ka njerë kom pa veten që kom provoku situata veç për më dhimbë të diçka që me shkru edhe me bo. Njerësh, artistëve pak Po kjo. artistëve po s'ka nevojë. Ai tjetri? Po dhe mundesh me bo ma i shëndetshëm edhe ma normal be. Jo pes, jo majmun. Çfarë vlerëson ti te një vajzë, te një grua? Çfarë është për ty prioritet? Dikush e din kush është. Dikush ajo do të me pas gjane vetë, në sensin nuk kam qaf me met në hijen tam edhe me met epitetit se me onë gruja E yll limanit. kam qaf me kanë e suksesshme, me ditë kush është edhe me kanë pak e ashpër në atë aspektin që me a ditë vetës vlerën edhe mos më mlanë mu me bo çka du, mos më falë qash letë, po më lidh pak, se djemët na në përgjithësi, po edhe artistat e kena një farloj egocentrizmi edhe kitë kena ka pak si narcista në ata që neve në takon edhe kjo është puna jem edhe teritori jem, kam qef më ma bo, Ne themi në Tiranë me ta pru ngusht. po, më ma pru ngusht që Shumë edhe one më tu që pe hupi edhe me rujt. Më rujt edhe onë, po edhe me rujt edhe ata. Je natyrë që bën dhurata, bën surpriza? Jo? Kështu në përgjithësi po flatë me njerëz me krejt. Partneren tënde, me Ngam miqtë se tu, jetu e me bo prindrit, partnerën me thutë jam i prindrit, po fejum, jam i martum, Jo. edhe ajo për të parë. Me të gjithë e kisha. A të pi dhe uj? Të pishuj. Lajthiza. A të kalzona shumë i sinqartë. Po. Ma shumë dëshush ju jepi pare. Se Edhe ata më shumë gëzohen. për me boni Ripa për me boni dhra dëshush dush me dali, dush me menue, dush me lodh shumë kryt, kërkush si thot parës, jo një zarf që ku është blejt çka dush, s'ka nevoj. Këtë ndonë kultur edhe knaqen. Këtu jemi komplet shqiptar. Po dhe se edhe ka njerë që më tojnë, po jo, sfidu se ti kam qaf ma shumë një kujtem, një qëpartë mëre. Mua më pëlqejnë kujtimet edhe i them mamit që jemi në këtë, se jemi tek dhjetori i dhuratave. Dhe i them mamit që dua t'u bëj të gjithëve vllajt, motrës, nipit, mbesave, dhurata dhe mami, t'keqen mami, lek. Unë e shoh të vetja kur më bojnë dhurata, për shembull, kam shoqni familjar, whatever që e shoh që kanë lodh tepër kryt për një dhuratë që kanë bojë, kanë shkuar kanë marrë një fotografi, e kanë bën pjatë, po kur ta blen dikush në diçka që për shembull është pak më i shtrejt, pak më ekskluziv, gjithë gëzohesh për çato ma shumë. E vlerëson kujtimin, faleminderit shumë, po do dhura edhe njerëzit e tjerë janë si janë bre, do më vesh kush tran. Këtë kanë qaf diçka të madhe, të shtrejt, të mirë. Cila është dhurata më e shtrenjtë që ke marrë ndonjëherë? E të ka bërë përshtypje?
E mirë, mund të mos ta thuash, në të Qëra, detyruar. që ditëlindje, do me thonë, njerëzit kanë eskalu pak me dhuratat që mi kanë bo, edhe diqysh ka me pas shumë shpenzime në Ditëlindjet e tyre. ditëlindjet e tyre. Të kanë futur në borxh. Po, diqysh ka pak edhe si investojnë për ditëlindjet e tyre. Do të mblemu diçka pak ma shrejt, e din që do të me ka përcy, se ti maj sukseshëm se na. Po ka pas ora, ka pas zinxhira me diamanta, do me thonë njëm një jashtë zakonisht i shokum, bile një grup i shokëve që nuk Për është... mirë apo për keq? Jo, shumë mirë, Okej. po diqysh jëm I një pak i vendosti ato prekën. diamantet? Jo, që tashti jo, se kam veshë bluz me jak, dhe nuk më shijet. Ne sikur e kemi bërë fjalë. Apo, sigur më marrë vesh. Më kam bo dhurata që janë edhe në vlerë të konsiderueshme, po edhe tepër kanë hek derisa i kam bo mjetet bashkë edhe më kam ble qoftë orës e qoftë diçka dhe ekstremisht jëm prek. Do më thonë vetëm vike i natë që aty më janis me kajt, se kishin shku në kështu në extreme lengths për me ma bo një dhurat edhe jëm nishëm i prekën. S'po i në detaje, po, Jo. mirë. Detajet janë për ty. Me që jemi të kjo bota vanitoze, edhe ajo ka vendin e vet. Të shoh që je i kujdesshëm për fashion, për veshjet e tua, që investon jo pak, je kudo. Edhe sot nuk e di se si e ke menduar veshjen, nëse jeshilja ka qenë diçka e qëllimt. Po, normalisht. Qëra, une më të rajtë... Vishe shkollaj? Qfartë, mëre. A din që është një hierarkia të që du të më plëcu. Se une për shambull, qa kësha veshë shko një majis shumë e bardhë, qëto, kësha veshë një parë gjins. Të mu mjaftan, a është e pasërt, apo vjen era e mirë, a është e kurosën, qka dë që është, s'ka lidhje. Po, kove të fundit më ka hi në qef pak. Duket. Po duket. Po dhe se dyqysh kam qef me eksperimentu me ngjyra, me veshje, me krejt. Je ftyrë publike, aj baba jam kërë më thët, stari, apo dhe dush me vizlu, dush me shkëlqy, dush me dok. Këto hen, normal ekipa, Bonarti është gjithë ka pas shije për fashion, shumë ma shumë se unë jam i të mërshëm, do me thonë me shijen tem. I blen me Bonartin, të ndihmon Bonarti për të Bonarti, zgjedhur? po, për shembull, kena një farë grupi aty të njerëzve që vendosin e thonë ku je nis me këta, ku je nis me ata, ma shumë të hekim për diçmëri. Se për shembull kur i di që kam dalë me një intervistë ose me një koncert, e di që do të më kanë diçka speciale, po ka ditë që kur s'ka më ndodh kur gjë çona, edhe e marr një akne, një bluzë, edhe gjithë runa mos më pa kërkush i ekipit, se a den të shohin edhe të thonë e pse e vesh çto ç'është kjo bluzë? Çore çkymet e ka çto e asi e kurosi që ja be po kërkush vëlla s'ka më pa, po çet poshën e kena më shku më ngër buk aty të shohin njerëz, nuk është shumë manin, po dyqysh edhe manin, nuk i qare pa o dok mirë. Edhe veçanërisht kur ndërton një farë standardit njerëzit gjithë presin çka kemi vesh, që e vesh gjelbërt. Sot. Bukur. Çfarë raporti ke ti me para? Të ndërgjetshëm. Nuk e kom lyp kur, edhe zakonisht çka s'po lypshe dyqysh po të vike. Pala t'jap liri, jeton mirë, po nëse nuk ki kujdes, mënët edhe me të prish. Të slavëroj. Mënët me të slavëru, edhe nëse e menon si unë esha si mjet për me jetu, jo si qëllim kryesor. Normal prej këti pozicionimi më t'inglu shumë arrogant, po pari është si byproduct, dhe me thonë, është si diçka që të vymë për me të deri me një pikë, po kur nuk ka me të ardhë nëse nuk e ki që të pikën në cëllën një nisë, edhe kam raport ndërgjetshëm, nuk jam kështu big spender, nuk harxhoj pa lidhje, nuk kur saj s'po di ç'a me thonë, po edhe investime që ai bëj me men në kry, kështu. Po investon, po mendon tani, je në një fazë që po investon. Normalisht që po. Patjetër. Ke ti shpirt biznesi? Apo e ka Bonarti? Bonarti më ka bu me kuptu mu që kam shpirt biznise. Unë në gjithë kam menu që jam ashtu më artist, më spiritual, më shpirtëror, po isha bish, do me thonë, nuhatja është pja caki këtu vetit, ku është që të t'ja bëj vetit cak. Ja. Nuhatin e kam të mirë, po Bonarti është qaj që thujnë na baba i grupit tonë, do me thonë është aj që të thët, ej, më zgabu me blej këta, po shtë një pare që të bëne qëta,
edhe na kitengojna, do me thonë. Ma, më duket sigur jetoni në grup. Po, e vërtet është. Edhe për shkak të jetës artistike, për shkak të bashkëpunimeve, dhe mendoj që ju keni një jetë që ne nuk e njohim, ne të tjerët. Unë e bëj lukë. Është kaq e bukur sa që mendojmë ne nga jashtë, kaq adrenalin. Procesi është shumë i mirë. Do me thonë, në 2020, në vitin tam më të ertë dhe më të ndritshëm, se u kanë tar tani Ishte pak për të gjithë, po ty të pas ka shërbyer për mirë, post pandemia. E kom kuptu që dyqysh procesin do shme dashtë. Do nëse menon që kur del një projekt, ose kur të kryet një koncert që aty keme marrë shpërblimin më të madh dhe keme një më i lumturi, është e vërtet, është rruga. Dyqysh shumë kënaqshëm sot jo kur punoj. Shumë kënaqshëm rrugës kur shkoj në koncerte. Domethënë nëse ndahom 2-3 kero në mërzitna. Unë kam qef 4-5 veta me një kerë, se a shohëm, a përlahëm, a folëm. Edhe lugën e kom dash gjithë. Këto i kom ka dajve. Do me thonë... I ke ngjarë dajave. Po, dajave. Baba ja ma ka jep këtë akuzë, gjithë të njëtën, i ke ka dajve tu. Se aty të dajtë e mi gjithë kanë të lëvi. Gjithë kanë kalablak. Kër ke shku të gjyshit e gjyshem, ju kanë 20 veta në dhomë, të folë, të bërtit, e unë e qashtu kam qef. Diqysh kam qef edhe në apartament me burë rëmuj me thirë krejt, edhe kër shkojnë në koncerte, bile ka pas raste ku, sidomos Prishtinë, në backstage, kejt i thire. Edhe ki bënartën që ma bën, ku do mi shtitën këta njerëz, e i thomë, o vla, kur si sha. Se tu punu të në kohë në rrugë, i thiri krejt që kam kushërina, shëshni shkollës fillore, shëshni shkollës mesme që aty. Më pëlqen të lëvija, më pëlqen me jetu. Dyqysh njerëzit e bojnë jetën, dyqysh që ato ngacmimet, shkëmbimet, me fol bashkë për jetë, me fol palidhje, me busan e palidhje, domon që ato kena me majtë men. Jo domosdoshmërisht veç performancët edhe projektet. Po, e vërtet, në fakt, bisedat, madje unë mendoj që kjo jeta kështu mes njerëzve, përveç talentit, se sigurisht teksti, muzika është talent. Pa talentin nuk e bën dot, tako sa të duash njerëz. Por nëse ti ri dhe pranë njerëzve, ato të ndihmojnë që ndoshta të prodhosh më shumë. Dhe me që shkuam... More majnë me kam për toke, do me thonë, unë e trajtona si krejt në grupë, nuk ka të... Përveç se kur buna nervës, për shembull nëse buna nervës, që jem nervës për diçka më ka kap në siklet, dyqysh këtë më kuptojnë, po 23 orë të tjera të ditës nuk marr trajtim të veçantë. Do me thonë, kërkush prej ekipës nuk vënohet asë në, dyqysh nuk guzoj më vënu. Se tani ti e reflektim i tyna, ata bën reflektim i joti, majnë shumë me kam për toke, edhe tepër normal. Çfarë të ka mësuar jeta si artist dhe çfarë të ka mësuar jeta si njeri? Ndoshta kanë dhe të njëjtën përgjigje këtë, nuk e di. Pra industria e muzikës, çfarë të ka mësuar? Industria e muzikës që më ka mësu, është që talenti është veç hyrja, po jo garancia, që dosh bile për drejtona kamerës të për këtë artistat e ri që hinë në industrinë e muzikës, për cilët edhe gëzona dhe më thejet zamra se diqysh nuk e din ku po hinë, edhe nuk e din sa mëndet dhe sa sakrificë ka. Talenti është veç hyrja në industri, nuk është garancia. Duhet me pas shumë dërim, jashtë zakonisht shumë dërim. Duhesh me punu qatë shumë, unë i thamë punë e heshtën, punë që s'ka me pa kur kërkush, edhe s'ka me ditë kur kërkush. Edhe duhesh me pas karakterin e fort me i duru ditë e këshia. Në ditë kur qatë diçka dhe secë, në ditë ku si as s'përmanesh në tavolina si emër që mënët me mëri diçka njët, sepse që ato ditë ku është tërë që ato formuat karakteri dhe zote, dyqysh mu më do këtë, si pas rukëtimit tem, është për më testu edhe më sprovu sa shumë e du muzikën, ka njerë më ka qitë barjera sa malet, që këmë nënë kërës këmë i ka përcy. Po dyqysh, si kërë me ta bo, a ekipën një me. Në industrinë e muzikës është qaja gjithë ditë. Do më thonë, duhesh me i duru, ma shtiresh me i duru më suksesin se sa suksesin. S'me di qysh me... E jo e the shumë qartë. S'me di qysh me thonë, do më thonë,
me qenë stoik edhe minajt i vërtet vetës, edhe në ditë ku kërkush bes ta fut, ku kërkush ta qel telefonin edhe kërkush do me bua s'kong me ty as bashkëpunim, çatëherë do shmi abzar mas shumë. Kur ka ndodhur kjo me ty? Në kur ka ndodhur kjo me ty? Unë sill në apet kështu. Unë domthon hala e kam etikën e punës, edhe kjo s'është vetëm merita jam, jashtë e instaluar të krejt njerëz që punojnë bashkë, që sillemi thuti kur gjë s'kena bo. Domethën në moment kur përfundojnë koncertet e janarit, unë hi në studio me idenë që deri sot nuk e kam bua asnjë këngë që ka më mbet. Edhe nuk kam bua kurrë, domethën ton kohën në ulsen në nxënësit, veç të mësu, s'ka ndryshe. Nxënës i përjetshëm. I përjetshëm. Është artist i mirë. Inshallah, po më lej. Duhet errësira për të parë yjet. Do të më bëhet, për çaterën. Çaterën shumica është që nalën. Okej. Domethënë e qesin një projekt, dytin, tretin, ja nisi katërtin më së jetë mirë edhe e shaq që jo në zhdukë. Dyqysh çatëherë dush më jap më shumë të zor, se është vetë Zoti tu e këshyra e hipën i ma jo. Ke pasni një moment ku që do ta thoje, se ti ke patur disa momente e kuptova, po një moment që ndoshta do ta rrëfeje sot ku je ndjerë që dikush ka refuzuar një bashkëpunim, je ndjerë i thyer, edhe ke rrezikuar që dhe të tërhiqesh. U kam pandemia. Okej, 2020, ajo që 2020, u kam pandemia, jo specifikisht naj artist, ose kështë po më duke që kur unal gjithçka edhe isha deri në 2020 një më kanë potencial shumë i madh, po i pa realizum. Qashtu të paktën mu më duket, më kanë krejt gabim. Se njerëzit tash që jetë tepër i suksesshëm gjithojnë të gjithë je kanë, nuk është e vërtetë. Domethënë të gjithë më kanë çatë, po jo me fuqinë që jam sot në industrinë e muzikës. Edhe në atë kohë më duket që besoj shumë Zot, nuk e di a jam njeriu më fetar, më i miri më shumë, po besoj shumë Zot dhe më duket që Zoti është të më thonë që leje, apo shet që më shel, që u nal gjithçka, që s'po ec bra, ose s'jete për. Si që atër sa fillova diçka me bu, fup, u nal. Po ka njëre, dhuratat ma të mëdhaja njët vinë diqysh si kur fatkeqësi. Edhe mërshethet çdo trupi, edhe sot e kësaj dite kur e mendoj që për pak jam kanë të thona diçka leje. Po se kom lanë. Unë para se sa takoheshim, e kujtoja që ti duhet kishe qenë në një nga këto spektaklet e zbulimit të talenteve dhe me ndihmën e mbesës time, Anabelit, ajo ma kujtoi, më dërgoi një link dhe u futa dhe pash momentin e Voice Albania. I keq. Jo, një djalë i ri plot ëndra, por ajo që më bëri përshtypje mua është se ai ishte një audicion që edhe mund mos ishe futur kurti, sepse aty ishte bërë lista me 30 veta dhe ata nuk po të telefononin. Dhe nëse ti do kishe pritur Zotin, nuk do t'ishe futur në Voice of Albania. Ti në fakt, Unë i kom thirr. ti i thirrje ata dhe i thoje pse nuk më thirrni mua. E kush ta ka tregu këtë histori se është shumë e vërtetë? Unë jam gazetare. Apo? O më kanë thirr? Jo, në fakt, këtë që ishin në audicion atë ditë, E vlerësova shumë. Shkryshen më theshin, po vëlla mu më therën, kur jete, unë jam që të hanën, mos më tërke kërkosh. Edhe e kisha numrin e producentëve i thëshën atëherë. E i thesha më keni thirr, po ja, po shikojmë listën. Thash, o s'ka, po shikojmë listën, po kush do që s'është pranu këtë vit, pranohet vitin tjetër. Unë desha mu çmend, domethënë veç me dal trenit përpara. Edhe i thirr edhe njëri për tyre thotë, hajde bre, nesër ç'të të hanën, vjen autobusi, ju merr edhe vjen Top Channel për intervistë, për audicion. Merr edhe dikon të familjes se do të më kanë me një far klipje. Sa një më interesant do konë që këto emrat e konkurrentëve 30-ve të fundit ishin krejt shtypën ishin të printuar. E ja me ish aty me një italli kështu me një flamaster, çfarë më thon? Ylli limani. A din që më kishin shti këto hajt. Të ngulja jote ama. Po, ka ngulja jam që shumë. Patjetër. Atë thësha që shumë kanë thirr mu. Edhe shkova, edhe pjesa tjetër është histori. Po, e bukur, sepse pritshmëria e limanit ishte që për shkak të zërit të ëmbël, të timbrit, të natyrës romantike, do t'ishte e para Miriami që do të kthehej me Alma Bektashin, por nuk kthehet as Miriami edhe as Alma, kthehet Elton Deda, ai që kishte më frikë ti që s'do kthehej. Edhe thash,
Çka Eltoni? Dyqysh isha demant i Eltonit. Eltoni ish roku, revolucioni, on aty drive, si moc. Ai kthehet shumë shpejt. Ai kthehet shumë shpejt edhe jap sot e kësaj dite njënin prej komplimenteve më të mira që e thot që e ka ni atëherë. Që thot ky djalë ka zo kur i këndon zemra, i këndon shpirti çapo di çfarë. Unë gjithmonë jam kurioze si fëmijë në këtë pikë, si i bëni tekstet ju? Bëhet muzika dhe pastaj teksti apo bëhet një tekst edhe mbi tekstin mund krijosh një muzikë? Nuk e di si. Kur shkruaj vet, zakonisht vin bashk. Do me thonë, vjen fjala me muzikën. Po, te on, kur shkruaj vet, kur jam për shembull në banesë, s'jam studia. Kur jam studio me Fationin, me Tonikën, me Denkin, që ka ndodhur për këtë album, bashkë producentat edhe bashkë autorët e albumit, it flows ndryshe. Do në shohet një instrumental, dikush e bën një melodi, unë e mendoj që asaj melodi si shkon një fjalë specifike. Unë jam gjithë i tharë idesh një melodi, o të thonë diçka, veç dush me lyp çka të thonë. Për shembull melodia na ra ni na na, na na ni na na. Mu më thejke nëse dënë me shku, unë nuk kam me t'nalë. Nuk mënet me thonë, ku je son të ti, pse s'po vjent, nuk e thotë sa. Nuk e thotë. Mu më doke që nuk është në frekuencë. Kështu që mundona nëse është një melodi që më pëlqen shumë, e maltretoj edhe vetën edhe bashkëpunëtorët për mja gjitë fjallin që i rrenë mas shumët. Edhe tani nduk nga ka pak si ideat kërja bëj, o s'është fjalla, nuk për ngjitet për melodinë, ma bujnë e qka për ngjitet, deri sa gjinet, po nuk ka rregull. Qëra, kush do që të thotë që fillim krijohet teksti, pastaj është urrajt. Domethënë nuk ka rregull. Ka këngë që i kam hala në arkiv, që e kanë melodinë më të bukur në botë, nuk kam rënë tekst që mendoj që i rren ose që i ngjitet. Ose ka këngë me tekst tepër të mirë, por që melodikisht lën shumë për të dëshiruar. Kështu që unë jam e fat me kam bashkëpunoj. Edhe këto s'po du me t'inglu ashtu tepër modest, po për një me i besojnë a njëni tjetrit në studio. Dhe me thonë, unë i besoj Fationit, Fationin beson mu, i besoj Tonikët, Tonikë i beson Denkit, Denki i beson Fationit. Dhe me thonë, jena njerës që jena në shërbim të kongës. As të shërbim të egos tem, as shërbim të egos të Fationit, as që kish pas shef Bonarti me ngu, as që kish pas shef Shëshnia jam. Na që aty jena në shërbim të kongës. Qysh mujna me bo, ka kongë që unë e japi krejt 100%, ka kongë që nuk kom bo kur gjën ta, ka kongë që melodikisht e ka zgjidh Fationi, se unë s'kom dit me zgjidh. Kështu që egën e lojnë atë dera, edhe jena kinë shërbim, që ati procesi që për mu është hynor. Në fakt është, vjet në Netflix kam parë dokumentarin se si u bë kënga We Are The World. Edhe atë e mora referencën që Leave the ego at the door, leje egon të dera. Se është e pa mundshme me bashkëpunu me njerës që ta epi një copë një tekstit dhe ti thuj ja dhe ta bujnë qysh ja. As për të pëlqen ty unë e lodha tru për ty ki lodhë trunën te për mirë faleminderit, për mu nuk më pëlqen. Së më pëlqen copa e tekstit, jo ti si person. Kështu që të ndërprejma po. Jo, s'ka gjë, ishte ai momenti, nuk e di se me sa kuptoj e ke parë. Kjo ishte që e ke parë këtë moment dhe mua më pëlqeu ajo thjeshtësia e Michael Jackson. Më bëri aq shumë për vete dhe mënyrën se si bashkëpunuan ata këngëtarët dhe i vetmi që nuk shkoi të këndonte ishte Princi, cilin tani unë nuk e dua më, i kompleksuar më duk, sepse asnjë arsye tjetër. Po e ka ditë që kush kanë është atë Michael Jackson edhe ç'është më shtyme Michael Jackson. Po Michael Jackson e bëri atë aq thjesht. Me aq thjeshtësi dhe me aq besim te njëri tjetri dhe tjetër shumë bukur se nuk mjafton se talentin e ke patur ti edhe para 2020-s, talenti zëri ka qenë aty. Por gjërat e mira bëhen kur ka besim. Dhe njerëzit e kuptojnë dhe këngët e kuptojnë kur ka besim dhe dalin me sa duket. Duhet me pas besim. E vërtet, a din qysh është shumë e rëndësishme në këtë industrit, po sidomos në industrinë e muzikës me njoft edhe me vlerësu punën e secilit që është në lomë të punu. Do me thonë, shkëm për te i pagesës. Edhe unë kam qaf mu vlerësu mundi që po e bëj, edhe ati tjetrit ka qaf mu vlerësu mundi që po e bën. Edhe në aspekt njerëzor, edhe në aspekt profesional. Nuk mujna me trajtu njerës si kur punëtor. Sepse secili ka dignitetin
Se cili ka egon, se cili ka idejnë e vetë, edhe se cili në fund ditës mendon që e ka mas mire. Unë që mundona me bo në gjdo bashkëpunim që e kam, kur është muzikor, është me kallëzu që di mas pak të ndomë. Edhe jam i hapën për çka do. Ja bëj gjithmonë me dije që ka kong, për shembull, nuk të besohet, por ka kong që çat ditë e kryej dhe tham wow, çfarë ke bërë Yli. Shumë mirë duhet ajo. Çonat nesër në mëngjes edhe shoh që është skandaloze. Edhe shkojnë në studio dhe në fillim kur bashkëpunohesha me këtë njerëz që përmendëm ma bëshin po çysh ti dia tha që shumë e mirë edhe e ke bo vetë edhe po ja bëj mu s'më pëlqen unë çka kam bo. Tash llogarit e kur jam çkash kritik ndaj vetes, sa kritik më kanë me të tjerët. Po njerëz kur i trajton me dinjitet, edhe ja u bën me dije që nuk e ki me ta, po je në shërbim të kongës dhe këto jena për një qëllim më të madh, krejt e lojnë egon anash edhe kuptojnë që çdo kritik, çdo këshill, çdo sugjerim po vjen për një vend të pastërt, jo për një vend dikujt që o të dash me dominu në dhomë. Ti nuk e kam të mirë qenë, jam e sigurt për të që ti nuk jeton dot pa muzikën je një gjysmë, nuk je i plotësuar. Por nëse do të pyesja për një njeri që ti nuk jeton dot pa të. Një njeri. Po. Tani, ne jetojmë pa të gjithë, vetëm po, pa trupin tonë nuk jetojmë dot, por si metaforë, si... Po gjithësysh po më shkon mendja te familja. Në qëtë pikë s'kisha mujt me funksionu në shtatë me jetu pa babin. Nuk e di pse. Si ka emrin babi? Mufail. Babi ka qenë gazetar? Gazetar, rocker, muzikant, të gjitha. Po mami? Mami ka emrin, stash shokët e mi kanë me kesh përdor këtë intervistë. Fatime. Është mësuese, edukatore të njëjtën e vet. Oh, sa bukur. Fatime. Gëzuar. Që një vjet e kom largu prej punës unë, edhe i kom thonë që veç jeta, knaqë. Çfarë po bën Fatimja tani? Veç shëtit. Fatimja me bashkëshortën e saj, vetëm shëtisin, sa i ki atje, sa i ki këto. Mi jam një ankesat që s'po shkoj mi pa mi taku s'kryën kër. Po tash po më thirë po më thotë të shtenëm punë. Po du me im punë që s'po më rrjet. E pe love që edhe pak tani vitin tjetër. Ka nevojë të ndjehet e rëndësishme. Puna në fakt nuk është thjesht se lovesh, po unë menej që u lodh të njëtën. Shumë ka punu, shumë ka sakrifiku, as vetë se din që është u knaq. Normalisht unë ja respektoj dëshirat e saj si non, si njeri mas pare, po edhe një 2-3 muj pushim i meriton. Njerëzit që e kanë ndikuar jetën tënde mund të jetë edhe një gjyshe, bashkë me mamin, babin, Hanën edhe Bonartin dhe Fationin dhe tjerët. Krejt, ndikim të madh shumë. Ka pas hala jam, edhe asajo vetë se din çfarë roli ka pas. Unë jam hala dhe sa bukur. Do me thonë babi mi jepke, për shambull, këtë pjafës, s'po më kujtohet, mi jepke 50 cent ose 1 euro mi leke të kryt për me shku në shkollë, kur janë nisë më rriti që ka dalin 1 euro, 2 euro. Hala u ka nga që gjithë për shambull mi leke edhe ka 5. Ose unë nësë shamë një ekskurzion, i kisha vesh 20 euro me vete. E kështu me najt 30, hala mi japke 50 ose mi japke 100. E as vetë nuk e din çfarë shlirimi të ankthit e kom pas kur më ka sidomos shkollë të mesme, se anisa ka pak me pjedhe cigare, që është shumë keq cigare më spene. Po u kanë gjithë safe place, u kanë gjithë veni sigurt, personi sigurt. Dyshysh edhe i du edhe antarët e tjerë familjes. Si e ka emrin Halla? Hanife. T'ja vëm emrin. Halla punon? E ke hequr Halla nga puna? Halla punon, ka punu në USAID, po Trumpi ka largu, ajo momentalisht s'është asaja s'është punu. E kanë nipin, edhe qunin, nuk heqin për kurgjë, po jam shumë e fatë që edhe unë edhe vlla dhe motra e në arrit me figura në shpejt që të në kohën kanë punu. Të në kohën kanë studiu, edhe etikën e punës besoj që aty e kena marrë. Nuk ka pas një familje që ka najt. Okej. Një djali të ri dhe një vajzë të re që shpenzojnë kohë në TikTok, që në kuptimin që rriten në kohën e rrjeteve sociale, jo pse shpenzojnë kohë, se nuk ju kërkojmë llogari njerëzve, sepse jetojmë në këtë kohë. Edhe aty janë, në TikTok është dhe podcasti im, është edhe kënga e Yllit. Çfarë do i këshilloje ti? Çfarë duhet këtë parasysh në ato tek të 20-tat?
një qikë edhe një djala. Po. Një qikës 20 vjeçare që është scrollin TikTok. I kisha thonë pej zemrës që mos me mat vlerën e saj të u krahasu me dikën tjetër. E kisha urdhëru me studiu, me lexu edhe më bo sa më e pavarur, në mënyrë që mos me pas kërkush as drejt, as fuqi mi kallzu, as çka me menu, as çka me vesh, as kur mu martu, as qysh, as tek. Do me thonë, pavarësia të qikat sidomos është esenciale. Edhe çdo prind që e sheh këtë intervistë, edhe ka qik, jepja një kit për krajen, krejt dashnin edhe siguroni që një të bo gjithçka që qaj fmi nesër, mos më bo mi ftjaqtu në Kosovë, mos me pas nevoj për mos më varë për kërkujt. As ma pak për një mashkullit tjetër ose një familjes tjetër. Ndërsa një djalit, 20 vjeçar, djemë të më dhimën pak ma shumë se qikat në qëtë periudhë. Janë shumë konfuz, janë shumë të paqartë. Për ty në pritet, për një 20 vjeçarit pritet me ka një fort, po jo shumë i fort. Me kanë emocional, po qysh me kanë emocional? Po jo me kanë shumë emocional që më nësh më duke i dapt tani. Ju flitet shumë, ju shtijet në kry që ti ki përgjithsi kërkush që ka zënë për çka kanë përgjithsi. Edhe qajo që ta shfillim kërkohet prej tyne me kanë me pas gjithçka në vi, gjithçka të definume, me lidhje, me vend punës, me ku jën nis, edhe dyqysh shumë ma pak ju lejohet me kanë fëmijë. Moshave. Kur i ki 18, 19, 20 vjet, vesh kusht ran, as printet ton, as unë, as ti, as kërkush, nuk i ka pas këtë përgjigjet. E sot për i djemve pritet me kanë dyqysh edhe shumë të suksesshëm, edhe me kanë providers për familjen, edhe kret me bo, po edhe shumë emocional. Edhe aty, të njëjtën kohë në dy vende nuk mujnë me ekzistu. Sepse tani ju thonë që është toxic masculinity. Kështu që unë mendoj që djemt duhet me aliu vetës me kanë fëmijë njerë, moshën cëllën janë, mos me kështu mu bo burra para vaktit, edhe me jetu edhe vish mjavë mi qëtësu pak për prishmëri që shëshnia ashtu i maru për ta. Më pëlqej. A pajtohesh? Pajtohem plotësisht. Pajtohem plotësisht sepse e shoh edhe ndjej këtë gjë, e shoh nga rrjeti, e lexoj, është Po kaq e shumë e pa drejt, domethënë prat tash për shembull ka raste që prat gruaja për burrit, me kanë burri provider në familje 100%. Po edhe e kritikon kur s'është aty për ta dhe për fëmijë. Çka ka me bëj? Kontradikt. Jo, është shumë kontradikt. Domethënë tani ti duhet të qenë shumë emocional, shumë i ndihshëm, po nëse je i ndihshëm edhe shumë emocional, nuk je burr mjaftueshëm, kështu që bëno burr. Po tani nëse bëhesh burr, je shumë i ftoftë. Kështu që unë mendoj që djemt, një djalë 20 vjeçar që kështu duhet me kanë i disiplinum, i strukturum, po edhe me aliu vetës me kanë i ri. Dhe faleminderit që e thua, unë mendoj Ylli që ka një presion të madh për të rinjt në përgjithësi, po edhe për moshat e rritura, për shkak të internetit, për shkak të jetës së tjetrit. Për shkak të asaj që shohim, ne jemi vend i vogël, si Kosova dhe Shqipëria, si Tirana, Prishtina, kaq jemi. Dhe është kjo moda e pasurimit shpejt, që i ka është futur në deje dhe unë nuk i shoh të relaksuar të rinjt me një shishe birë edhe me gjëra, domethënë nuk mund të jenë të gjithë me brende apo me veshjet e Yllimanit, sepse Yllimanit ja sjell këtë një rrugë gjatë e muzikës dhe është një ylli muzikës. Është scam, sepse çashani 20 vjeçar në TikTok është nështë ashtu e po në TikTok prej venit ti të punës, ku paguhet me rrugë modeste, edhe i del aty në 21 vjeçar tu e unpack një Rolls Royce ose një kse dhe thot çka jam të bu në me jetën tam, e nuk i din që është farsë, dhe me thonë nuk është as për një medhe, nëse dikush është të e gëzu qatë kerë, që e pas ka blej, pas ka vesh 20 vjetë, 21 vjetë, pse ka bu me parët veta, se ka bu me mundin e vetë kryesisht, dhe nuk janë krejt raset e suksesit që e shenë TikTok për një me. S'është për merite, atë mund të ta bëjnë dhurat familja, Jo, ajo kinë rregull, po ai, unë jam të folë për perspektivës ti që ai kur e shat, vetë të çajm të bënë me jetën tam vëlla, që ky njeri të vëzit kerr çrajt, unë këtu jam të marr rrugën që kaç, e nuk është ashtu.
Do më thonë, dosh që thash për dërina me ato që thash ma herët, dosh shumë me punu, nuk e di kush e ka thonë, po e ka thonë shumë mirë, që dosh me punu shumë për me pas pak fat. Kështu që mesazhi edhe për qikat 20 vjeçare, edhe për djemt, është lejoni vetës me ka 20 vjeçar. Lejoni vetën me bo gabime, se gabime kanë me bo, po jo me bo gabime veç të bojnë krejt. Edhe jeni ma të vetëdijshëm për që jeni rrit, çka keni kalu, çka ju ka formësu deri në qatë pikë tjetës, edhe ju lutna të pavarur. Prej prindve, prej familjes, prej rrethit, prej shoqënisë. Kur e ki rrugën tonë, parën tonë, vetën tonë, kërkosh me të kallëzu, literalisht kur gjë çka me bu me jetë, me ty. Për çfarë do t'i lutesh ti këtij babagjyshi? Na e hojna babadimre. Shëndat. Dyqysh një lutje që kam gjithë Zotit, mas pari i falenderona që më ka pa, i falenderona në viti për venit, i falenderona që më ka rujt, i falenderona që më ka jep qatë shumë sinjale, qatë shumë mesazhe, që edhe i kërkoj falje që kur lutna kështu edhe pendona që si kom pa ma heret, edhe lutja jam klasike që e din këtë njerëzit që më rrethojnë është që Zot lutna që na veç shëndetin, edhe nëse kim më qu çka do koft, në këmbem të shëndetit, nuk e du. Edhe nuk e du. Don me ditë sot që bëj karrierë ndërkombëtare, po rrezikohet shëndeti i dikujt në familje, unë kur nuk e du çat karrierë. As nuk e du asnjë parë, asnjë sukses, asnjë klikim, qofse në këmbem është shëndeti jam edhe i njerëzve që i du edhe që më dojnë, edhe këto e kom mësu gjatë rrugës në fatura që i kom pa për rreth edhe Zot mos na provon. Yll Limani, shumë faleminderit që u kryem duket. Unë mendoj, do që të flasim prapë? Jo, vesh sa shpejt. Sa është ora? Okej. A kena fol shumë? Kemi fol. Shumë. 1 orë gjysmë? Koha fluturoi, viti fluturoi, unë nuk e ndjeva fare, në fakt, shpresoj që të... Unë s'kom e këshyr kër këtë intervistë. S'do ta këshyresh? Jo, s'mej me pa vetën të fol, të qitë me durtus, se kam problem. Duhet ta këshyresh, sepse ke fol mirë. Pa ne këshyri, njerës që e këshyr. E këshyr Bonarti? Bonarti e këshyr me sekonda, kështë. E këshyr shoqja jote? E këshyr shoqnia se... Dijo, okej, tani... Podcastin e radhës do ta bëjmë kur të martohesh. A e bojna pakt? E kam e vërtet, do ta bëjmë? A e bojna pakt? Vetëm të kemi shëndetet jemi këtu. Kur ti të martohesh, ne do takohemi dhe do flasim për familje. A di ç'shpe bojna? Kur të martohuna, nështë intervista e parë që kom e bu me gruan tam, na e kën është me ty. Okej. Apo ki qef? Kam shumë qef. Vesh du me marrë shumë sponsora, shumë qisa, nëse është shumë ekskluzive se intervista. Tani unë do ta Apo? Po dhe se sëmë vjena me atë ekskluzivitet, vesh hajde se mira shumë e mirë zamër, e shkojnë anë intervist, aty bojna me marrëveshje. Do ta bëjmë me marrëveshje, se për momentin edhe unë ashtu si ti nuk është se gjithmonë paran e shoh si byproduct, e shoh si mjet, e kam gjithmonë mendjen tek qëllimi, tek biseda e mirë dhe jam shumë e lumtur që komuniteti i Zëm me Mirën podcast i kësaj platforme është një komunitet shumë i mirë. Është i madh, sigurisht është i madh. Njerëzit dojnë shumë edhe të ngojnë edhe të përcjellin edhe as ti ndoshta se den sa e mirë je. Edhe sa shumë i afër njerëzve më shumë sa që ta mërmenja. Po vëllai. Okej. Njëri për veti kur se den, po që unë po të them. E ndjej disi, po nuk mund të thoja që e di. Edhe faleminderit. Ma mirë që se den, se gjithë është ma mirë mos me ditë, se tranohesh thojnë ana, e merr malin. Jo, dua që të ri me këmbë në tokë. Me këmbë tokë. Është shumë e rëndësishme, por tani unë jam 45 vjeç, nuk është se kam edhe ndonjë avantazh të moshës për të fluturuar. Do doja të fluturoja pak për gjërat vogla. Jo, fluturon njëri edhe me 50, më stani neç. Ki kohë, sa dush. Okej. Jam e hapur për fluturime. Fluturon mëre, s'po ta ndal këtë, jo shumë. Jo shumë. Faleminderit Yll Limani, e zbukurove, vërtet ishte tamam si një yll te tema e podcasteve, tek tema e podcasteve. Ndërkohë, unë ju falenderoj gjithëve për këtë vit.
Faleminderit shumë që e keni ndjekur Zë më mirën podcast. Më keni ndjekur në ditë të mira dhe në ditë vështira. Ky ka qenë, siç e thash në fillim, një vit i bekuar si personalisht, si për jetën time personale, por edhe atë profesionale. Ju e dini se çfarë uroj unë, atë që uroj dhe Ylli, atë që uron çdo njeri me mend në kokë, shëndet. Nëse ke shëndetin, i ke të gjitha dhe po, edhe pak mirënjohje dhe për ta ndjerë veten mirë e për të gëzuar me gjërat e vogla të ditës. Ato janë lumturia. Paçi një vit të mbar. Shumë suksese. Ky episod u mundësua nga Smile.al, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Melia Durrës, Tumo.